Në 2 mars 2020 ekzekutohej në Durrës me armë zjarri Kalashnikov Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Të dy ishin duke lëvizur në këmbë teksa u qelluan nga një automjet në lëvizje. I penduari i drejtësisë Erion Alibej ka zbardhur sot në GKK ekzekutimin e Shkozës dhe Avdias. Sipas dëshmisë së Alibejt, Dorian Shkoza ishte njeriu më i afërt me Talo Çelën, prandaj ishte shumë e rëndësishme që të ekzekutohej. Lajmin për vrasjen e tij ja dha i penduari tjetër i drejtësisë, Nuredin Tumani. Ishte shumë e rëndësishme që të vritej Dorian Shkoza, ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës. Një natë më shkruajti Nuredini, vëlla, mbaroi i pari, shiko televizorin, pash lajmet. Ishte vrarë Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Këto të dytin nuk e kisha dëgjuar më parë. I thash Nuredinit, po këtë pse? Më tha, hajde se edhe ky atyre është. Pas atentatit në hyrje të Rogozhinës në vendin e njohur si Bishti i Zhurit, policia e gjeti një mjet tip Benz duke u djegur. Alibej ka rrëfyer se makina e cila u përdor për vrasjen e Shkozës dhe Avdias u doq nga Elio Bitri. Gjithashtu tregon se të dhënat e Dorian Shkozës nga Tims ja siguroi polici Leonard Altja, ndërsa mjeku Dervish Hasa i siguronte armë nga Aleksandr Baho. Dervish Hasi, 42 vjeç, u arrestua më 18 janar 2024 pasi akuzoi për abuzim me një vajzë të mitur, të cilën e prezantonte si një nga gratë e tij, si dhe për kryerje pornografie. Së bashku me 3 gratë e tjera, Dervish Hasi dhe 16 vjeçaria kryenin marrëdhënie në grup. Mjeku Dervish Hasi u arrestua nga policia pas kallëzimit që bën prindrit e 16 vjeçares, të cilët fillimisht kishin dhënë pëlqimin e tyre që vajza të bëjë gruaja e 4 e Hasit, por më pas e denoncuan. Makinën e ka djegur Elio Bitri, vazhdon Alibej. Ka marrë pjesë edhe një djalë tjetër që s'më kujtohet mirë si e referoi. Në atë periudhë kisha kontakt me një person që i thonin Hoxha, mjeku i 4 grave Dervish Hasa. Ai më gjente mua armë nga Aleksandr Baho. Polici Leonard Altja më gjeti nga Tims të dhënat e Dorian Shkozës. Sander Baho ka qenë një njeri nga merrja informacion, interesoi për vrasjet që i kishin bërë familjes sime. Nuredinit për vrasjen i dhash 50.000 euro paraprakisht. As kishit rënë dakord që kushdo të ishte të vritej bashkë me Dorian Shkozën, e pyet prokurori. Jo, sa armi duheshin? Nuk e kuptoj dot, thot Alibej. Por automjetin e kishte vet. Pastaj Nuredinit i jap edhe 100.000 euro edhe për vrasjen e Altin Docit, në total 150.000 euro.